për çka ke ardhur të marrësh një copë tull? I thash tulla të rrath në kokë. Unë tha do veten e gjendje civile, tha do të bëj të vdekur. Po ajo është më sheri të besoj unë. Ai më thot mua unë do vi në Greqi edhe do të vras. Ngresha dhe natën duke qarë, duke vërtitur, po pse? Po pse? Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Greqi. Unë do hap dritaren për një 42 vjeçare që quhet Miranda e Gjura, e cila ditën e sotme do t'rregoj dhe do rrëfej konfliktin që ka me vllajën dhe dy motrat e saj. Pas vdekjes së babait, kjo motor u nda përgjithmonë me vllajën dhe dy motrat e tjera më të mëdha në moshë. Por se çfarë ka ndodhur, do të jetë vetë Miranda e cila do rrëfej të gjithë këtë histori dhe do t'rregoj se ka 10 vite që nuk ka asnjë kontakt me familjen e saj në Shqipëri dhe nuk ka asnjë informacion se ku ndodhen ata. Por çfarë ka ndodhur? Do të jetë Miranda, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. E dashur, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje nga Greqia. Kërkon që ditën e sotme të bësh një denoncim, një problem që të shqetëson. Po. O dua për vëllezërit, një vëlla kam, për vëllain dhe për motrat e mia. Shiko, me këto që kanë kaluar, vëlla dhe motër jemi vetëm në letra, se kështu në të përditshme nuk jemi me vëllezër dhe motra. Por pse? Po pse, se nuk quhet vëllezër me motra vetëm në certifikatën familjare njeriu. Vllai mbetet vlla, motra mbetet motor. Patjetër, po kur të jenë tamam, jo kur s'janë tamam. Atë gjithmonë do ta thuash, jemi 4 fëmijë të atyre prindërve, unë vetëm atë të them tani tutje. Jemi 4 fëmijë të atyre prindërve, nuk ka më motra dhe vëllezër. Por çfarë ka ndodhur mes teje dhe motrave dhe vëllezërve, se të thuash jemi motra dhe vëllezër vetëm certifikat është pak e rëndë. Jo, nuk është e rëndë, shiko, të gjitha fjalët e urta popullore kanë dalë nga jeta, edhe të gjithë historitë, tregimet e gjërat kanë dalë nga që njerëzit i kanë përjetuar në jetë. Nga përvoja jetësore. Odeta, dëgjoj, ke marrë një mision të mirë. Është punë e vështirë, po ke një mision të mirë. Të falenderoj. Mirë, do të dëgjoj me vëmendje ditën e sotme. Në 2016 humbi nga ky jetë babai dhe çfarë ndodhi? Nisën konflikte? Jo, unë nuk nisa konfliktet fare. Unë pa mundësi të letrave nuk vajta dot në varimin e babait. Unë vajta dhe tek drejtori i madh i zyrës emigrantëve për letrat, i thash më jep një letër që të vetën në Shqipëri se më ka vdekur babai. Po ai me të drejtë më tha, më jep një letër, një certifikat vdekje të ta jap. Po vëllezërit dhe motrat e mi ku ishin? I kishim shputur marrëdhëniet. Ato nuk ishin interes që të veja unë. Të paktën që të veja, po, për 40-at. Ti kërkove ndihmë te motra dhe të vëllezërit që të nisin certifikatën e vdekjes së babait që ti të kishe mundësi të udhëtoje në Shqipëri? Po nuk ma dha asnjëri. Por pse? Po pse, Odeta? Odeta, kur vdiq babi, ato nuk e di se babi ka bërë aksident në autostradën Tiranë-Durrës. Ka qenë një vdekje e papritur. Po, tani nuk e di. Ngjarjen më tepër nuk e di, po e ka dhënë dhe televizori, të gjitha televizorët e kanë dhënë. Dhe pastaj mbas ca ditësh më thot mua vllai që se shtëpia është 2 katëshe në Durrës, tek Vila e Zogut, më thot për sahatin e dritave, më thot do të më japësh firmën ti edhe të motrat e tjera, kështu ma treguan prallën me mbret mua, që tha mos të pagoj unë leksa, po më të më jepni juve firmën, tha më vjen ato të dritave të elektrikut dhe më vënë dhe sahat lartë, që mos të paguaj lek. Po mirë, edhe si çdo motër, për shembull thash unë, patjetër pse paguash lek, nëse bëhet pse jo. Por thash ajo letra të ketë të shkruajtur për sahatin e dritave. Me sa po kuptoj, konflikti që nga për çështje pasurie. Po, aty doli. Dhe letrën që më dërgoi, më thot letra, të gjithë pasurinë që është, t'i kthej motrës tjetër. Dhe unë t'i jap dorëheqje. Pra vllai të ka mashtruar nga një...
Pa, ajo nuk diskutoj pa prallë me mbretun e thash, se dhe një kalama 5 vjeç e kupton. Atëherë, të lutem, mund të më shpjegosh, ju keni një shtëpi dykaçe në Durrës dhe babai të kishte trashëguar një pjesë, më trego historinë e pronës që ta kuptoj konfliktin. Do ta shpjegoj. Babai ka shtëpi dhe në Patos, jo ka babai, po ne të 3 fëmijët kemi lindur në Patos të Fierit dhe një shtëpi e kemi në Patos. Po shtëpinë e Patosit e ka lënë motrës madhe dhe është dëshira e prindrit se çfarë bën me pronat e tija. Kujt do t'i adhuroj? Patjetër, nuk kam asnjë lloj kundërshtimi. Motrës së dytë i ka blerë në 93-shin një tokë me trua dhe një shtëpi. Atëherë ishte si kasolle, po ta ndërtoje ishte toka, për shembull ja bleu atë shtëpinë. Kurse shtëpi në Durrës, një kat malamua dhe një kat vllajt lart. Gjithë pasurinë e vet e ndau në mënyrë të barabartë sipas tij mes 4 fëmijëve. Ai e ndau me të vetën, po neve letra asnjëri nuk ishim në dorë. Po. Dhe babi ka thënë që kur të vdes unë është një komodin atje që kishim në shtëpi, do hap një syrtari dhe janë të gjitha gjërat do jenë të shkruar aty. Kurse unë tani nuk di, kanë kaluar 10 vjet do bëjnë vitin tjetër, unë nuk di as i gjë çka kanë bërë, as me shtëpinë, as me njërën, as me tjetrën. Dhe më vjen letra mua me autobusat e linjës Shqipëri-Greqi. Vete e marrë unë dhe vllai kishte futur atë, vllai, shkon gjua. do shkon gjua. E fut atë me 2 certifikatat të tjera, fjala që mos të dukej ajo. E shkruajta dhe unë nuk e firmosa. Edhe nga mrapa kishte shkruar motra e mesit, ajo që do e merrte, do bëhet me noter në Greqi. Kurse unë as nuk firmosa, as nuk vajta në noter, as i gjë. Edhe i the vllajt, nuk ta firmos, nuk ta sjell. Ai më thot mua, unë do vi në Greqi, edhe do të vras tot, edhe ti do ma japësh firmën. Hajde, i thash, shtëpinë e ke të hapur, shtëpinë e di ku e kam unë, hajde, erdhi. Wow. Po, erdhi, firmën nuk ja dhash, edhe iku. Edhe pastaj më tha mua kur iku nga aty, më tha, unë tha do veten e gjendje civile, tha do të bëj të vdekur. Shkoj, thash, ku të duash, sa të vrasin fjalët. Shko ku të duash, i thash unë. Unë nëse jam e gjallë dhe s'më bën do të vdekur. Edhe qysh atëherë Odeta nuk flasim më, as nuk di më, as nuk flasim më. Në 2019 unë marr letrat edhe vete direkt në Shqipëri. Vete tek shtëpia, por ishte qershor. Nuk ishte asnjëri në shtëpi. Gjej një, dhe këtë dua ta them shumë që të dëgjohet. Ishte një që jetonte me qira, aty po ajo në atë kohë kishte thyer dhe këmbën. Edhe unë i them jam goca, se ajo nuk më njifte, unë them jam goca e Nesimit. Dhe ajo shumë përgjigje e keqe Odeta, dhe unë nuk ju përgjigja. Shumë përgjigje e keqe. Nesimi tha ka 2 goca, nuk ka 3 tha. Kush janë këto njerëz që janë me qira në shtëpi huaja dhe dinë gjendje civile të familjes tjetër, unë nuk e kuptoj. Të ka lënduar, e qartë, e kuptoj. Po që të lëndon, kush e di që më thua mua? Unë po të prezantohem. Se ti, te fundja fundit ti shtëpinë time je. Ti mos më thuaj mua që Nesimi ka 2 goca, nuk ka 3, se babai im quhet Nesim Rama. Unë jam goca e Nesimit. Shania është e para, Manuela është e dyta, Sajmiri është i treti, unë jam e katërta, Miranda. Lefti dëgjojnë dhe emrat, se unë i bëj thirrje Sajmirit, Emanuelës edhe Shanies, të treve. Edhe vete unë kjo tani mundoj që fjala, se nuk i ktheva fjalë tjetër, ç'a ti ktheja Odeta, them, thash si ti përgjigje më kësaj tani? I përgjigjesh do një njeriu kur të thotë me çfarë arsye prek tjetrin ti, me çfarë arsye, me çfarë të drejtë? Megjithatë ka njerëz pa shkollë analfabet, i vën një 0 dhe mirupafshim, mbaroj puna. Ler ta dëgjoj ajo tani. Kanë kaluar kaq vite, por ler ta dëgjoj. S'ka gale, do t'i vinë mendje se kush do jetë. Unë nuk e njoh dhe po ta shikoj. Pa ajo do ta dëgjoj zërin edhe do ta di se ku ka jetuar, nëse jeton akoma atje, unë nuk e di. Edhe Odeta pastaj sikur dolti që të më ndihmonte fjala që të gjente vllajin tim, po jo nuk e kam numrin e Mirit, po jo kështu po ashtu, po ajo u fut brenda dhe e mori. Vllajin tim. Nëse ai diku kishte dalë, se punte veta, çdo njeri tani ka punte veta. Ikëm neve.
Ikëm neve, dolëm poshtë, kur vete poshtën e takoj rastësisht. Vllajin, po, se shtëpia është lart, edhe kur zbret nga malorja vete poshtë me fjalë. E takoj unë dhe i them, hajde ullu të pim një kafe. Erdhi. Nuk them se jo. Për çka ke ardhur ti, më tha mua? I thash, kam ardhur që të diskutojmë. Dhe dyta i thashun të më tregosh dhe vllajin atë varin e babit. Ose i thashun, nesër në mëngjes në orën 8, se numër telefonit të atit nuk isha, as unë numër Shqipëria nuk isha, edhe i thash, nesër në orën 8 të vi, o ke shtëpia për jashtë, o të takojmë në një vend poshtë të më çoshte varezat. Dhe përgjigjja e tij, e di kush ishte Odeta? Shkon më tha se aty është nuk ka lëvizur. Janë, prandaj, po të them që nuk janë vëllezër dhe motra. Vetëm për në certifikat nuk je motër dhe vlla. Nejse, u zum edhe aty se, normal që u zum. A i thoshte pse ke ardhur. Unë i thosha, kështu a i thoshte pse ke ardhur. E nejse, vajtëm dhe ke shtëpia pastaj ditën tjetër me zorë. Vajta lart, u zum dhe aty Odeta një gotë ujë nuk na e kanë nxjerrë. Por aty kishe edhe pjesën tënde të shtëpisë, nuk e diskutove që kjo shtëpi është dhe e jotja dhe e imja? Ato unë nuk e di është dhe jotja dhe imja, por unë di që atëre kur ishim neve, që babi kishte vetëm katin e parë dhe po ndërtonte katin e dytë, po mami im ishte me kancer, edhe nga që ishte në minutat e fundit, në ditët e fundit për shembull, edhe më tha largo nga këtu se shiko, ish burim pinte. Edhe kjo kunata ime, nusja e këtij vllajt, kunata, unë s'dua t'i quaj fare këto as kunata si gjë Ida, në emër, se kunata shumë, edhe largët po është dhe shumë e rëndë si fjalë. Kjo i thot mami në veçanti se njeriu intrigant Odeta gjen mënyrat dhe metodat e veta. Njeriu i drejt zhytet por nuk mbytet. Edhe i thot mamit kjo për zëre Miranda thot që ti iki. E mami mua nuk më thot gjithë historinë, po më thot kështu thot, mund të ikësh nga shtëpia që të vdesej qetë. Edhe unë duke mu dhimbsur mama ime se ajo ishte me kancer, dhe u largova nga shtëpia. Pra, ju keni pasur konflikte edhe më përpara? Po unë nuk kam pasur fare konflikte. Ajo nuk erdhi të më thoshte mua, unë s'kisha ndonjë konflikt. Ajo i tha mamit, ajo Odeta ka qenë egër, asnjëherë nuk donte, neve nuk na donte asnjëherë. Nëse janë histori të tjera këto, pak rëndësi kanë mbaruar. Gjithë i shesh bëri për shesh mbaruan këto gjëra. Puna është tek pasuria, jemi 4 fëmijë, do apo nuk do ti, nuk bësh do ti pasur dhe të marrësh pronën e tjetrit. Të pëlqen apo s'të pëlqen ty, je 4 fëmijë, në 4 fëmijë po edhe shteti ku është tu Odeta. Se ata mbase kanë marrë dhe shpërblim nga vdekja e babait. Ku është shteti? Një telefonat mua nuk ma bëri. Edhe shteti mua nuk më pëlqen. Ai ishte aksident, nuk është se ishte vdekje në shtëpi. Ishte aksident. Në rrugën Tiranë Durrës. Ti dyshon? Ku ishte? Ti dyshon se mund të kenë marrë dhe dëm shpërblim për aksidentin e babait? Këto janë normali që marrin, nuk është se dyshoj unë. Nuk dyshoj unë, janë është e vërtet që marrin. Miranda, çfarë ndodhi atë ditë? Ti u gjite në katë të dytë, le të themi me dhunë dhe pate sherrë me vllajin. Ndërkohë ajo shtëpi e katit parë që u ndërtua nga babai jot, ka qenë në emrin e të ndjerit, babait? Me thënë të drejtën, edhe shtëpia e Patosit është në emër të babait dhe shtëpia e Durrësit është në emër të babait. Kështu që edhe motra atje bën kot gam, edhe ky tjetri bën kot gam, se kanë qenë në emër të babait. Atëre, nëse kjo pasuri është në emër të ndjerit, ti fare mirë i drejtorës gjykatës për ndarje pasurie dhe ajo ndahet në mënyrë të barabartë mes fëmijëve. Le të pretendoj vllai jot që është prona ime, le të pretendoj motra që është prona ime, atë e ndan gjykata. Edhe ti ke pjesën tënde. Ke pjesën e babait, edhe nënës. Lëre që më ka lënë katin e parë mua, po unë kam qenë edhe pa martuar atëre kur është blerë trualli dhe kur është ndërtuar kati i parë. Kështu që duan nuk duan ata ti dëgjojnë, ato i di shumë mirë se kur je intrigant, i di këto gjëra dhe do t'i veprosh ndryshe, por nuk veprohet ndryshe, duhet jesh i sinqert. Se ato kujtojnë se fshihen nga mua, po nuk i fshihesh dot Zotit. Asnjëri mos të mendoj se i fshihet motrës apo vllajt apo ku ta di unë. Miranda, të bëj një pyetje, por dy motrat e tjera si e kanë marrëdhënien me vllajin? Nuk e di Odeta.
Po patjetër që të mirë, vetëm unë nuk jam. Unë besoj se patjetër, se motra e Patosit nuk ka dalë nga shtëpia, jeton aty. Se unë vitin tjetër vajta tek motra në Patos. Po. Jo vitin tjetër, mos të gënjej. Mos të gënjej kot, më duket para 3 vjetësh. Jo vitin tjetër, mos bëj gabim. Para 3 vjetësh dhe di çfarë më tha motra. Lëre sikur bëri sikur s'më njohu. Nuk njeh motrën tënde, s'ka mundësi dhe 100 vjet s'ken kaluar. Mirë, se kaluan 10 vjet, se unë nga 2009 në 2019 mora letrat. 10 vjet në Greqi unë s'kisha letra. Mirë 10 vjet. Po nuk ndryshon njeriu, është motra jote. Edhe në fund të botës? Po nuk ndryshon Odeta. Nejse, lej që më tha një herë nuk të njoh, pastaj më tha mua për çka ke ardhur të marrësh një copë tull? I thash tulla të rrath në kokë. Unë në radhë të parë kam ardhur se të kam motër. Dhe të diskutoj çfarë bëni, çush jeni, çush janë punët. Megjithatë thash juve në qoftë se nuk doni ti diskutoni kështu, unë do marr avokat, unë nuk vina avokat tha. Po ndaç hajde ta sposojte, i thash unë, mua nuk më duhet. Do thërasi gjykata, do thërasi avokati, jo unë. Por mua mos hajde. Miranda, po të bëj një pyetje dhe dua të më tregosh e sinqert. Pse ata sillen kështu me ty? Po është fare e kuptueshme Odeta. Për çfarë më duan ato mua që ti jem atje? Ato thon kjo është greqisht e mirupafshit, bëj çfarë doj. A u leverdis atyre se do të dali motra nga Patosi nga shtëpia? Jo. Do të dali vllai nga shtëpia? Jo. Ai s'ka pse del, sa ai ka vendin e vet. Unë nuk po them që të dali njeri. Por do, për shembull, nusja e vllait të futem unë aty të kem shtëpinë time? Nuk do. Është levertia, është ekonomia, është gjithmonë pasuria në mes, Odeta. E qartë, unë e kuptoj që ti nuk pretendon pronë tek motra në Ballç, ti do pronën tënde në Durrës. Patos të Fierit. Jo. Tani Odeta dëgjoj. Përderisa janë në emër të babait, përderisa mua më vepruan dhe më kundërvon kështu, të ndahet tek të gjitha shtëpitë. Dhe babai im ka pasur edhe ka bler tokë në Sukth, në Sukth më duket, në Sukth të Durrësit. Të gjitha të ndahen, se po të ishin me mirë kuptim që në fillim Odeta, unë po ta them troç, unë kam qenë ndarë me 2 fëmijë, pa letra, pa lek, me borxhe në Greqi Odeta, edhe po të më kishin thënë sinqerisht në fillim unë do t'ua kisha falur, se aq shpirt ashtu jam e vuajtur. Megjithse ato nuk vepruan kështu, tani tek të treja gjërat do ndahen sikur i do ligji. Jo, nuk kam më tani t'i fal. Nuk t'i fal. Tani do ndahet dhe shtëpia e Patosit, edhe shtëpia e Durrësit, edhe toka në Sukth të Durrësit. Ata mund t'i kenë shitur, të bëjnë çfarë të duan, lekët duhet më i kthejnë. Le që ka 10 vjet. 10 vjet që ka vdekur babi, do bëj në 2026-ën. Po ka 20 vjet shtëpia që më ka thënë babai që të rija unë aty. Ka 20 vjet dhe ato marrin qeran. Kështu që qeran do të më kthejnë mua jo një herë, po 10 fish. Atë ditë që ti erdhe nga Greqia dhe për herë të parë shkove dhe te varri babait, për shkak se ishe pa dokumenta dhe nuk vije dot në Shqipëri. U takove me vllain ditën e dytë dhe shkove në shtëpi. Çfarë ndodhi? Nuk arrite Po ishte takim, nuk ishte takim, Odeta. Ju konfliktuat me njëri tjetrin? Po patjetër, se ai thoshte çfarë kërkon ti tek shtëpia ime, dil për jashtë. Por ai arrin ta kuptoj që ajo pjesë është pasuri e babait dhe të takon dhe ty pjesa jote. Odeta, ata kuptojnë shumë gjëra, po intrigat e bën njeriu për interesin e tyre. Ajo që s'kuptoj unë është, nuk arriti do të gjejë një gjuhë të përbashkët, sepse vllai nuk i kërkoi pronën 2 motrave të tjera, por ty të përjashtoj nga prona. Kjo nuk ka logjik. Pse do ta bëj ai këtë gjë? Po çfarë do t'u kërkonte motrave të tjera? Nuk më kuptove. Çfarë do t'u kërkonte motrave të tjera? Shtëpia e Patosit ja ka lënë babai motrës. Që e ka ajo. Nëse ai ja ka lënë trashëgimni me letër, është e saja. Jo, nuk është me letër, është vetëm me fjalë të babait, s'është me letër. Shtëpia në Patos, shtëpia e Durrësit janë emër të babait të gjitha, nuk janë me letër. E kuptoj. Nuk janë me letra, nuk janë me kadastër, nuk janë bërë, si i thonë. E qartë, nuk është regjistruar prona në emrin e tyre. Jo, nuk është regjistruar në prona në emrin e tyre. Vllai nuk e di, nuk mund të jem 100% e sigurt.
nuk e di, por se ai erdhi me ca letra në dorë, por nuk mi hapi, nuk mi la që t'i shikoja, që t'i lexoja. Vetëm i mbante në dorë, thoshte kjo është e imi dhe se qa kishte brenda, se qa ishte shkruar brenda, dhe i thash, po marr në letrën që ta lexoj. E kam lexuar vetë, s'ka ç'duhet ta lexosh ti. Por ti arrite të lexojë atë letrën që ai të mashtroi për pjesën e energjisë elektrike që ti letrën që tolli mua ajo ishte tjetër, kurse kur erdhi ai në Greqi, erdhi me një letër në dorë, një letër, ishte disa fleta, nuk i hapi dhe nuk mi dha. Jo, e qartë. I mbajt në piku. Miranda, dua të ndalem tek momenti kur ti more atë letër që ai ta dërgoi me autobus dhe ti e lexove dhe aty kërkoi që ti hiqe dorë nga prona dhe kjo pronë ti kalonte motrës së mesme. Po. Pra, këtë sa arrit të kuptoj unë, me çfarë qëllimi vllai kërkon që ta heqë ty pronën dhe t'ja japi motrës tjetër, ndërkohë që po nuk e di, ja, më thuaj ti, unë nuk e di. Nuk arriti t'ja kërkoje këtë shpjegim që pse du ta bësh këtë gjë? O dhe tani nuk kemi folur më qysh atëre. Kjo ka qenë muhabeti i parë dhe i fundit. S'kemi folur, ma nuk flasim neve. Qysh nga 2019 neve nuk flasim me asnjërin. Edhe tek motra e madhe që vajta atje, ajo më bëri sikur nuk më njohu, më tha për çfarë ke ardhur për të marrë një tull, dhe ajo ishte Odeta ika unë. Dhe më vjen keq që nuk paska kontakte, por me motrën e mesme, ke mund... Asa jo. Po ajo është më lësherit, besoj unë, e këtyre gjërave. Se ajo do ta merrte përsipër. Dhe më e keqja është se ajo nuk e di se çfarë ka thënë dhe nëpër shoqet e saj në Greqi, nëpër njerëz. Një ditë më takoi njëra mua, le ta dëgjoj dhe ajo emrin nuk ja them. Tha se pse s'ja dhe asaj motrës vllait firmën, se motra tha 2 milion lekë që kishte babi në bankë, tha ato deshin të merrnin. Po çfarë 2 milion lekë? Po pse i baj fshetur nga unë? Nëse jemi, mirë, unë isha në pamundësi të letrave. Ata që kishin vllai dhe motra, pse nuk erdhën o tek shtëpia ime në Greqi, o tek shtëpia e motrës, të diskutonim aty si ishte puna. Ishte kështu apo është kështu apo s'është kështu? E qartë, të gjeni një gjë të përbashkët. Po pse se bën asnjëherë, sepse ata fshehin diçka dhe mbas një farë kohe djali xhaxhait tim, Toni, Fation quhet, ai se është rruga e pazarit atje në Greqi, edhe kishte shtëpinë motra, se motra tani nuk është atje. Edhe ky po kërkonte kështu në këmbë dhe unë e njofta, ai thashun ç'a bën, mirë, ku e ka shtëpinë Eli? Thashun ja këtu. Dhe ai ka ardhur për problemin e babait, se nuk e di se si e bën, ato e din punën atje. Nuk e di se çfarë kanë bërë dhe ai duhet japi llogari. Ai një dhe një Moglen Rama, Çun Xhaxhai është edhe ky, Fation Rama është i pari, ky është Moglen Rama. Se ky në atë kohë që më vdiq babi mua më merrte kështu, sikur flasim neve bashkë tani, po më duket se në anë tjetër kishte edhe o motrën o vllain. Edhe më provokonte mua, ha Miranda, po ti do t'ja kishe dhënë, po ti kështu, po ti ashtu, ke parasysh. Dhe unë i thash, në qoftë se do më kishin thënë të vërtetën, do t'ja kisha dhënë. Në qoftë se, po, në qoftë se, jo. Dhe ata nuk e di se çfarë mund të kenë bërë, ke parasysh. Po në qoftë se diçka është ndryshuar, Moglen Rama do mbaj përgjegjësi dhe Fation Rama. Janë të dy. E dashur, e kuptoj që... Nga atete nuk kemi... Ato Fation Ramën vetëm me aty e kam kontaktuar aty në pazar. Po ma hamendja se vetëm për atë historinë, se pastaj dëgjova që e mbylli Toni atë... Se fjala ai që e kishte përplasur dhe unë nuk e di se kush është ky njeriu që e ka përplasur babin, mbylli Toni se e kishte shok. Ku di unë çfarë kishte, nuk e di tani se si. Nuk e di më shumë historinë. Nuk di më shumë. Ti di vetëm që babai ndroi jetë dhe kush e kreu aksidentin dhe au dënua apo u arrestua ai person. Nuk di gjë fare. Nuk di gjë. Nuk duhet ta di, unë duhet ta di edhe unë, sikur e morën vesh ata duhet ta di edhe unë. Do thuash ti tani kanë kaluar vite. S'ka gjë. Edhe 100 vite të ikin, babai im është ai, duhet ta di unë kush ishte ai njeriu. Unë nuk po them se unë nuk kam punë me atë njeriu. Po ja kisha letra, unë kisha vajtur, do i kisha marrë vesh kush ishte ai njeriu. E dashur Miranda, me motrën e madhe ma tregove kontaktin e fundit, ajo nuk të njoh, nuk të priti mirë, vllai. Ajo është indiferente. Por kështu ka qenë marrëdhënia juaj me motra dhe vllain historikisht? Nuk ka qenë kështu Odeta, po ose mbase ka qenë kështu dhe s'kam kuptuar unë, se unë Odeta me thënë drejtën, nuk e di, unë jam një tip
shumë i sinqert, shumë i qetë, shumë i chillter. Unë jam vetëm punë. Nuk jam e mashtrimeve, nuk jam e pasurive, nuk jam e këtyre gjërave. Nuk e di, njerëzit e tjerë janë të gatuar ndryshe. Mund të jemi të atyre prindërve, por nuk jemi një lloj, karakteret janë të ndryshme. Por me vllajin ma tregove kontaktin e fundit edhe me motrën e madhe. Me motrën e mesme si e ndarë kur e takuar për herë të fundit? Se besoj e ke diskutuar pjesën e pasurisë me atë. Jo se kam diskutuar fare. Me motrën e mesit jemi ndarë kështu. Edhe një kështu me dorë në rrugë nëse takoheshim dhe nuk ta thot në zemra më. Se kur erdhi kjo nga Shqipëria që mbas varimit të babit, është normale, vajti, kishte letra. Edhe kur erdhi, vajta unë për të pirë kafe. Edhe ta diskutonin si me motrën. Po, ishit në hidhërim. Po? Ishit në hidhërim, kishit humbur babaj dhe kupton. Po, se 3-4 ditë dhe ta ishte fillimi. Edhe në atë kohë vjen, se tek shtëpia e motrës time vinin njerëz, se kishte shoqëria jo. E vjen njëra nga fshati Lushnjës, nuk e di vendin se buri motrës time është nga Ardenica e Lushnjës. Edhe ajo nuk e di tani si quhet një fshat aty në Ardenicë e Lushnjës, po një çik më tutje, nuk e nga Bubullima, nga Kolonja, nuk e di. Pak rëndësi ka. Edhe vjen ajo me gocën edhe kishte një gocë vogël goca. Dhe në mua bete sipër thot, po kjo nuk erdhi thot për babain që vdiq. Po si nuk erdhi, unë thash nuk kam letra edhe unë xeva, u mërzita dhe ika. Nuk diskutuam gjë. Dhe qysh atëre s'kemi folur më. Kjo ishte. Por si ka mundësi? Më pëlqen të thuhet e vërteta. Motra e vogël nuk erdhi në pamundësi të letrave. Jo nuk deshte, kjo nuk erdhi, kjo tha nuk deshte të vinte. E tha motra jote? Po, motra ime. Po. Ajo deta dhe në fillim që unë vajta mirë, se ajo më ka ndihmuar, unë nuk po them, dhe e mira nuk hidhet poshtë. Po edhe këto fjalët nuk janë të mira. Ajo më ka ndihmuar gjithmonë, nuk po them. Ajo më bushi shtëpinë, më të gjitha me gatime, me gjëra. Nuk mund të them se jo. Edhe kur isha në Shqipëri, ajo nuk kishte lënë gjë pa më sjell dhe më merrte 10 herë në ditë, si je, qysh je, fëmijët si kalon, 10 herë në ditë. Edhe unë i kam treguar të gjitha me ata, ajo nuk tregonte për mua. Unë i thoshe gjithmonë që burri im pi, asaj po ti thoshe që burri jot pi. Ajo hikte nga shtëpia, nxehej, çmendej me fjalë, pse të më thuash ti mua burri jot pi. Po me në motra imi, ne po diskutojmë kur pi imi. Edhe e shajmë të timi, e shajmë karakterin, uqin. Për të thënë pse mos të themi, nuk e kuptova. Nuk jemi motra? Po ishte ndryshe. Edhe nuk donte ajo gjithmonë që të thoshim dhe kështu. Po nuk e di se si ndryshoi pastaj. Dhe prej vdekjes së babait, le të themi ju humbët kontaktet. Fare, me asnjë, Odeta, me asnjë. Edhe me motrën e mesme që e bën më shumë, le të themi se keni jetuar të dyja në Greqi. Ajo ishte si nëna ime. Unë e kisha mamën, po me atë hapesha Odeta për çdo gjë. Edhe më merrte, më pyeste. Më pyeste çdo herë që nga Greqia më merrte 10 herë Odeta. 10 herë në ditë. Më merrte. Edhe kur i thosha unë atëherë që Eli po vete tek avokati, pyet çik për letrat e mia. Pse do letrat ti? Po si nuk dua letra, unë përderisa kemi ardhur në vend huaj, nuk duhet të bëhemi me letra? Por pse e bënte këtë sjellje? Po nuk e di, është njeriu, është tipi. Jo, kjo nuk ka lidhje me tip. Po çfarë them unë Odeta, unë kaq kuptoj. Motra të cilës shumë ndaj motrës, s'është normale. Po mua. Nuk arrite do të frisi dhe t'ja kërkoje këtë gjë që ç'është kjo sjellje ndaj meje? Po jo Odeta, se nuk ajo hikte. Sa të filloi ti gjë hikte, e pastaj çfarë do vesh, nuk shkon që të zihesh, nuk shkon që të ke parasysh? Sa kohë u bë që edhe me motrën e mesme nuk flet? Po, mbas 3-4 ditëve të vdekjes babait, 10 vjet pothuajse. Pra, që me vdekjen e babait ti nuk e kontakte me të tre? Me asnjërin. E ndjen mungesën e tyre apo vazhdon të kesh një mlef ndaj tyre? Shiko, Odeta, në fillim 6 muaj nuk kam fletur, ngresha dhe natë dhe thosha, po pse? Të më thoshin, edhe unë motra e tyre jam. Të më thoshin, të më diskutonin muhabetin kështu. Asnjëri, 6 muaj unë shtriesha për të fletur Odeta, edhe ngriesha 100 herë natën.
Ngrihesha duke qarë, ngrihesha duke vërtitur, ngrihesha po pse? Tani e kam kaluar. Nuk e ke marrë guximin ti telefonosh? Me asnjë nuk dua të flas Odeta. Edhe sikur ti shikoj rrugës tani nuk dua të flas me asnjë. Jo. Kaq shumë është helmuar kjo zemra jote? Jo është helmuar Odeta, po nuk është e drejtë. Nuk është e drejtë. Mirë, nuk kaloj 1 vit, 2, 3. Hajde do përballemi me atë motor, bëm gabim. Nëse na gënjeu pasuria, na gënjeu kjo, na gënjeu aq që menduam. Po 1, 2, 3, të tre budallëj. Ose të mençur për pasuri, ose budallëj. Miranda, e ke pyetur veten, ndoshta mund të kesh gabuar dhe ti? Mund t'i kesh lënduar? Unë ku për shembull? Jo, po të pyes. Po të pyes. Po edhe unë po të them, unë ku? Pse i thash se qofse letra, qofse shkruan për Sahatin, po, qofse nuk shkruan për Sahatin, unë jam e drejtë për drejtë Odeta. Unë nuk di të fshihem. Unë ta them, në qoftë se letra shkruan për Sahatin, ta jap firmën direkt. Në qoftë se letra nuk shkruan për Sahatin, nuk ta jap firmën. As të shaj, as të ofendoj, as të paragjykoj. Unë them të vërtetën. Jo, ajo dytja ime nuk ju pëlqen. Ajo pron, ti ke pjesën tënde dhe ke të drejtat e plota për të qenë ajo pron ta gëzosh, ta shesësh, ta lësh me qirash, e drejta jote, por ti pjesën tënde e ke nga babaja aty dhe nuk ta merr askush, por ajo që duhet të bësh ti është ti drejtohesh gjykatës dhe nëse njerëzit nuk dinë të vendosin vetë me njëri tjetrin, prandaj është gjykata, prandaj vendos gjykata. Odeta, unë i di, po derisa e kam lënë kaq shumë kohë, unë nuk kam lek të merrem me gjykatat dhe nuk kam kohë të merrem me gjykatat. Prandaj unë këtë thirrje dua të ta dëgjoj edhe të më ta ndajnë pronës sikur më takon dhe të marr pjesën time të ma japin ata. Nuk dua, nuk kam kohë Odeta, as lek nuk kam, as kohë nuk kam të vete të merrem në gjykata, sepse është gabimi i tyre, është faji i tyre. E dashur Miranda, unë jam e sigurt që ata do e ndjekin këtë live. Po, shpresoj dhe të më kthejnë përgjigje. Unë dua ditën e sotme të përcjellësh mesazh vllajt dhe motrave. Do ta nis me vllajin. Çfarë do i thoshe vllajt pas 10 viteve? Mesazhin unë e thash. Të bëhen të tre bashkë sikur e bën lëmshin dhe ta zgjidhin. Pjesa që më takon mua dhe sa kohë ka kaluar do më japin kamatën. Unë nuk dua të kem asnjë lloj kontakti me ata, asgjë. Ka mbaruar çdo gjë. Përderisa 10 vjet neve nuk shikojmë njëri tjetrin, nuk dëgjojmë njëri tjetrin, nuk flasim për njëri tjetrin, njeriu nuk duhet të jetë për pasuri, Odeta. Njeriu nuk duhet të jetë për pasuri, se nesër mas nesër do vdesim. Në këtë jetë kemi atë fjalën e mirë që ta thot. Që si mua më vjen shumë keq, historia që rrëfeve ditën e sotme, kjo ndarja, ftoja mes motrave dhe vllajt. Thonë të paktën që emigracioni të tjetërson, por jo të harrosh motrën dhe vllajin. Flas në rastin e atyre që të kanë harruar ty. Nuk do ta thosha kështu, Odeta. Unë them që njeriu po që se është njeri, sa do larg të jesh, po që se je njeri, nuk të ndryshon asgjë. Odeta, unë në emigracion jam, kam shumë kohë. S'kam ndryshuar, unë jam e njëjta. Unë jam aq e thjeshtë. Nuk kam ndryshuar gjë. Unë akoma vazhdoj punoj për bukën e gojës. Kaq vite që kam në gurbet. Jam për bukën e gojës. S'kam as makinë, as shtëpi, asgjë. Punën që bëj vetëm për të kaluar muajin. Mua më vjen keq për ty që dëgjon historitë të gjithë botës, por shpresoj se do kesh edhe paqe për veten tënde se bën gjithë të mira. Kështu shpresoj dhe besoj. Unë uroj që dritarja të cilën kam hapur dhe e përdor për çdo qytetar që zëri i tij të dëgjohet jetë funksionale. Ndonjëherë mesazhet përcillen më të qarta nëpërmjet një media, një kanali të ri, sesa ajo telefonata e drejt për drejt me vllajin apo motrën në rastin konkret. Ma vjen keq ndonjëherë gjërat bëhen publike dhe vetëm kur bëhen publike njerëzit reagojnë. Nëse njerëzit flasin me njëri tjetrin, asnjëherë nuk gjejnë një ndërmjetësim. Duhet të bëhet publike, ta marrin vesh të gjithë që njerëzit i vënë gishtin mendjes kokës dhe të reagojnë. Unë të uroj me zemër që të ndërgjegjësohen dy motrat e tua, vllai jot, fundja ti s'po ju kërkon asgjë,
po kërkon atë që të fëmijët e meriton. atyre prindërve, me këtë doja ta mbyllja, jo gjë më tepër. Fëmijët e atyre prindërve. Në atë konkluzion kam arritur. Është pak e rëndë zemër. Jo, nuk është e rëndë fare, kjo është. O deta, shiko. Po përderisa kanë kaluar kaq vite, nuk erdhi njeri. Mire, bëra gabim. Mbase s'po pëlqeu ideja, mbase s'po pëlqeu kjo, po kjo s'ishte ide për ndonjë gjë. Kjo ishte ide për shkatërim. Mirë, e bëm si e bëm. As njeri, as tjetri. Nuk erdhë një herë që të thonë. Mirë, shiko se gjithsecili ka hallet e tyre, kanë problemet e tyre, jeta vazhdon. Nuk është sikur e do ti, nuk jemi më të vegjël, kemi gjithsecili familjet tona, ndryshojnë shumë gjëra, por nuk duhet të ndryshoj motër dhe vlla. Ajo është familja. Po, nuk duhet të ndryshoj. Pse hyn motra, ai dhëndri, pse hyn? Po ç'pun ka dhëndri që të hyj, ç'pun ka nusja që të hyj? Për shembull, nuk është pasuria e tyre. Ti më tërgove që konfliktet me nusën e vllai kanë qenë të hershme. Nuk kanë qenë konflikte. Ajo i ka pas bërë konfliktet. Ne nuk kemi bërë konflikte. Asnjëra si motër. Ajo bënte shumë konflikte. O dita, unë mbaj mend do ta them edhe këtë le të dëgjohet. Mua nuk e di si ta them, po të treja motrat nuk se kemi kaluar mirë ku kanë qenë prindërit, se babai dëgjonte shumë çfarë do thoshte nusja dhe pikë mbaroi. Megjithatë i vuajti dhe ai ato të tijat. Ishte vapo deta. E ishin tek dhoma duke fletur unë, mami, se ke parasysh në Shqipëri kur vinë motrat, aq dhoma janë, flem të gjithë të tërë bashkë, edhe këto të mungojnë. E djali im kërkoi ujë në 12 të natës. Unë vajta për të marrë te frigoriferi. Mos u fut në dhom, tha se unë kam vënë babën në gjumë. Qysh e vën nusja babën në gjumë? Unë këtë nuk e kuptoj. Mbasi njerëzit që do ta dëgjojnë kuptojnë më shumë. Për babain tuaj. Për babain tim, po, për babain. Për babain. Ti s'do të hyje te dhoma ku ishte babai jot? Ishte kuzhina. E qartë. Ishte po, se babai ku do vente? Ne ishim gjithë tokë, s'kishim dhomë, një dhomë ishte vllai, edhe kuzhina, babai flinte atje. Edhe mamaja ishte me neve, se ke parasysh, jo fëmijën e njërës, jo fëmijën e tjetrës, se vinte dhe motra nga gurbeti, kjo e Greqis ishte në gurbet, edhe ajo e vetme, e largët, edhe mblidheshim të tërë, ke parasysh. Edhe vajta për të marrë ujën në frigorifer, pa tek li. Po njeriu që është i djallëzuar. Qysh e kishte vënë babën në gjumë ajo? Më kupton? Unë nuk e kuptoj. Shpjegim i jep dot kësaj përgjigje, nuk e di. Kësaj pyetje? Dhe si reagove ti kur ajo të tha? Nuk vajta unë. Si reagova? As fola as gjë. Nuk vajta. U ktheva mbrapsht. Prap tek dhoma, si reagova? As fola as gjë. Ajo ishte. E dashur, marrëdhënia jote me nënën dhe babain si ka qenë? Po çfarë do thoshim o deta, ligjin e bënte babai, nuk kishim neve të drejtë të flisnim për asnjë gjë. Po, e kuptoj që në Shqipëri kështu ka funksionuar, në ato vite vazhdon dhe sot që babai bën ligjin, por sido që ti jesh një baba, sado të doj nusën, vajzën e ka vajzë. O deta kaloi, po babai ku e dëgjoj, babai po flinte, andaj, ku diun? Ku dëgjoj babai? Kush ja tha babait? Si ja tha njëri babait? Unë si ja thash. Mamaja si ja tha, motrat e tjera si ja tha, do ja thoshte nusja, i leverdiste nusës ja thoshte. Jo. Por nëna e ndjera si reagonte tilla situata? Po si reagonte o deta, jo i përtypte ndër vete, dhe thoshte, moj bia. Ikne në përshpijat e juja se moj bia. Kupton shumë, atëre unë s'kuptoj o deta se isha fëmijë, po tani kupton shumë. Megjithatë mbas vdekjes së nënës babai i vuajti të gjitha, po ç'më duhet mua që i vuajti babai? Iku nëna ime. Edhe një tjetër, o deta lër ta dëgjoj edhe këtë nusja, ajo Ida. Kisha ardhur nga fshati në Durrës, isha me djalin e vogël 2 vjeç. Edhe kjo me mami do shkonin në pazar. Shumë mirë, le të shkonin. Edhe kjo i tha mami tani, thuj Mirandës të iki se ne do mbyllim derën. Qysh do ikja unë nga shtëpia? Ku do veja unë? Po, deta se sa janë të tjera, po, lere tani, Zoti do t'i paguaj të gjitha. Dhe sa janë të tjera, dhe mamin e shikoja unë që shkonte ditën e obor, fute brenda, edhe o ma thash nuk do venin pazar juve? Tha, po, do ikësh ti më tha mua një qik, se ne do vemi në pazar. E mirë, pa djanë unë i shkretimora djane dhe dola, ika. S'ju ka dashur?
Odeta, shiko, njerëzit e djallëzuar lindi nuk bëhen, Odeta. Dhe ku gjejnë shesh, bëjmë për shesh. Po mos harojnë sepse Zoti është i madh. Edhe një gjë tjetër do ta them, ajo ngrihej në 6-10 kur ikte babi në punë, edhe fjala se i bënte kafen babait, ajo se si nuset e Shqipërisë. Edhe ikte. Pastaj gjithë ditën në dhomë, mbyllur në dhomë, flinte gjumë. Në 4-10 zgjoj ajo dhe lidhte një shamik tuk e koka. Po, sa jam lodhur sot, po, sa kam bërë sot. Çfarë ke bërë sot? Gjithmonë hileqare, po ato hile. Ajo do t'i vuaj, se nuk është puna të tallesh me dy prindër, me dy që të duan më shumë se fëmijët e tyre. Respektin mos e kthejnë në sikur je ti e zgjuar ose sikur je intrigante. Edhe i thoshte babi, ulu këtu ti. Edhe i thoshte mami, ç'a ke bërë ti, ç'a s'ke bërë ti? Gjithë llafit i hante mami. Pastaj fillonin ata dominoj gjëra, mami ishte shërbëtore, ata fillonin dominoj gjëra. Kjo ishte jeta e përditshme e nusës vllait. 3 muaj të Beharit ikte në fshat ajo, te njerëzit e saj, as donte ta dinte fare. Nëse, shiko. Odeta më e mira është gjithë secili çift të jetë në shtëpinë e qartë, e vet. Jo kjo, po ajo se do fillojnë konflikte. Po prindrit e mi e kishin një djalë dhe si Shqipëri duhet të rinë nusja me djalin, por ne si motra nuk kemi qenë që futeshim dhe ndërhynim për asnjë gjë. E kuptoj qartë. E dashur Miranda, unë uroj dhe shpresoj që vllai, 2 motrat të na ndjekin dhe të më telefonojnë. Gjithsesi unë të premtoj që do bëj të pamundrën që t'i gjej, të flas me ta dhe do lidhe më pas me ty. Të gjitha mesazhet i përcolle qartë dhe unë jam sigurt që ata do t'i marrin mesazhet. Uroj që të gjendet gjuaja e përbashkët dhe ti të marrësh pjesën që meriton. Unë vetëm këtë dua, Odeta, në qoftë se të përgjigjet motra është Manuela Dapo, vllai është Saimi Rama, në qoftë se do t'i gjesh ti në Facebook se unë nuk i kam gjetur dhe nuk e di ku jam. Pastaj edhe motrën nuk e di fare njerë, po vllajin Andi më duket se ka Andi Rama. Më duket se ka çuar një fotografi të djalit, nuk e di. Nuk kam folur asnjëherë. Gjej në Facebook, kontaktoj dhe dua përgjigje. Për t'i gjetur është shumë e lehtë. Ajo që unë uroj është që ata të ndërgjegjësohen dhe të japin pjesën tënde, se për t'i gjetur dhe për të komunikuar është gjëja më e lehtë që mund të kryhet. Puna është që ky live të na shërbej të gjejmë gjuhën e përbashkët. Kjo është qëllimi. Unë në pamundësi të kohës dhe të lekëve. Për të qenë fizikisht dhe në Shqipëri. Gjykatës. Unë jam fukara, jam për bukën e gojës. Ata sikur e bën lëmshin, le ta hapin vetë dhe të bëjnë të ndërgjegjshëm. Kontakte me mua janë të prera, nuk dua, se ke parasysh Odeta nuk më bën zemra që të flasëm. Çfarë do të them unë tani mas 10 vjetësh atyre? Nuk kam më për të folur. Kështu që kështu e mendoj unë, mbasi jam gabim, po unë kështu e mendoj. Jemi 4 fëmijët e atyre prindërve dhe kaq, mbaroi puna. Pasuria e babait kudo që ka qenë, është në emër të atij dhe do ndahet në mënyrë të barabartë. Mirë ishte që motra e madhe ta mbante atë shtëpinë atje ku ishte, po nga që ato vepruan kështu, le të dalin dhe ato me qira sikur jam unë Odeta. Dhe të dalin dhe ato me qira, le ta provoj një herë. Le të dalin me qira, le ta provoj një herë, si është. Më vjen keq për gjithë historinë që dëgjova. Mirë, do mbetemi bashkë në kontakt dhe të uroj më të mirat, e dashur. Odeta, shumë faleminderit dhe shpresoj të kem një përgjigje të mirë. E uroj dhe unë këtë gjë. Shpresoj. Të falenderoj dhe të përshëndes nga Tirana. Mirupafshim. Mirupafshim. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Uroj dhe shpresoj që 2 motra dhe vllai i Miranda Gjurës ta ndjekin këtë live, të më kontaktojnë tek numri i telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit. Ju falenderoj dhe juve që qëndruat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse keni një histori për denoncuar, keni një eksperiencë të bukur për të ndarë, mos hezitoni, përveç numrit mund të më shkruani edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dumemandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me ju me këto histori njerëzore. Faleminderit dhe ritakohemi nesër.